prisnit këtë masë indeksimi dhe a i përgjigjet realisht asaj që po ndodh në treg çmimeve, sepse qeveria thotë që është pak më poshtë se 2.5%, por ne kemi bërë çik më shumë, kemi bërë 2.5, ndërkohë që vjet ishte 4.1, por si vjet është shumë më ulët. Atëherë në lidhje me indeksimin e pensioneve, vendimi i qeverisë, i cili ka hyrë në fuqi në datën 1 tetor të vitit 2025, me rastin e ditës së pensionistëve, dita e pensionistëve sot. Dhe qeveria në këmbim kësaj, si të thuaç për të uruar pensionistët, ju hodhi nga një karamele, po them, në mënyrë simbolike. Është detyrim ligjor që qeveria në çdo vit të bëj indeksimin e pensioneve për të përballuar, si thua, shpenzimet e qytetarëve në pension si rezultat e inflacionit. Gjë e cila për mendimin tim nuk ndodhin mjaftueshëm siç është parashikuar në ligj. Vërtet është parashikuar që të bëhet indeksimi, po pyetja shtrohet, nëse qeveria ka marrë një vendim të drejtë për të zbutur efektet e inflacionit të një viti më parë, në këndvështrimin tim, po edhe të ndjesisë që kanë qytetarët për inflacionin dhe rritjen e çmimeve në treg, thuhet me plot gojë që qeveria nuk ka indeksuar mjaftueshëm pensionet, sepse inflacioni në treg është shumë herë më i lartë. Krahasuar me masën e rritjes së pensioneve, po them unë, për të mos i dalë, si thua, saj qeverisë detyrimisht në kundërshti të plot, po them që janë arritur në pensionet e qytetit me 480 lekë dhe pensionet në fshat me 290 lekë. E shprehur në vlerë absolute, në çdo ditë një pensionist në qytet merr 115 lekë të rinj, 15 lekë të rinj shtesë të pensionit, ndërsa në fshat merr afërsisht 9 lekë. Pra 150 lekë edhe 100 lekë. Edhe 9 lekë, nuk merr dot 100 lekë, se është shtuar 250 lekë, sidomos mesatarisht për pensionet e ulta që kanë në afërsisht 97.000 lekë, 9.700 lekë. E shumëzuar me 2.5%, shkon aty afërsisht me 0.9 lekë. Kjo është një tallje e hapur që qeveria e bën ndaj masës më të madhe të qytetarëve në pension, që janë në shifrën e 721.500 qytetarë që marrin pension duke spekuluar njëkohësisht dhe duke thënë evident që pensionet janë 400 euro në Shqipëri, do bëhen shumë shpejt 400 euro, dhe me këtë çdo njeri që dëgjon thotë po 400 euro nuk është pak, është goxha mirë, sepse me 400 euro sot është paga minimale në shkallë vendi, por nuk ndodh kështu, sepse 537.000 qytetarë në pension marrin më pak se 190.000 lekë, marrin më pak se 19.000 lekë. Dhe kjo shifër e bën të pabesueshme atë inflacionin e deklaruar nga i stati. Pra 2.5% e indeksimit pensioneve asnjëherë nuk bëjnë, pikërisht nuk përgjigjen realitetit të çmimeve në treg. Çmimet në treg janë shumë herë më të larta se sa pretendohet, dhe kështu si në çdo fushë të jetës në Shqipëri, edhe në pensionet vërehet një ndërhyrje që qeveria bën
në institucionet që duhet të ishin të pavarura dhe të shprehnin atë efektin e inflacionit realisht të pavarur dhe qeveria ta kishte detyrim ligjor pastaj për të zbatuar në shifra absolute ose edhe në përqindje efektin e inflacionit. Kjo tregon njëkohësisht, për mua ishte e pritshme që qeveria mund të bënte një indeksim tjetër më të madh, sepse nga i stati që pretendohet që është bazuar qeveria, për muajin e kaluar është shprehur që ka patur një inflacion 3.4%. Por sidoqoftë kjo merret si përqindje e një viti të tërë, nuk merret e shkëputur nga një muaj i vitit për të përcaktuar pasaja përqindjen e inflacionit dhe përjedhoi edhe indeksimin e pensioneve. Është në pritshmërinë e qytetarëve edhe për faktin sepse në programin e qeverisë është thënë, është deklaruar dhe atë po zbaton i stati. Pa ju marrë në analizë ato shifrat që duhet të nxjerrë dhe duke zbatuar ato programet e qeverisë, pra atë që edhe në teori, ata edhin edhe në praktikë duke nxjerr një shifër që i përgjigjet asaja projektit e qeverisë për këto 4 vjete. Është e thënë në tavolinë nga kryeministri i Shqipërisë që në këto 4 vjetë në vazhdim pensioni minimal në shkallë vendi do bëhet 200 euro apo jo. Kështu ka thënë, ndërkohë që del e deklaruar që këto 4 vjet do të rritet pensioni në 200 euro. Ajo 190 pretendohet që është mesatarja në qytet dhe thua 200 euro do të thotë bjesh me 2000 lekë të arriti çdo vit. Kaq është inflacioni, është e llogaritur gjëja. Pra, është e paramenduar që kjo qeveri nuk ka në objektivat e saj rritjen e pensioneve, ngushtimin e atyre diferencave që ju nevojiten pensionistëve për të kryer shpenzimet, pra mund të merrte masa nga më të ndryshmet, jo vetëm në fushën e pensioneve, por edhe në fusha tjera për ta zbutur atë efektin e pensioneve minimale, pensioneve të vogla, sepse mund të ndikonte duke marrë masa të tilla në heqjen e taksave, duke hequr, si thua, ato shpenzimet për medikamente që kanë pensionistët dhe në një farë mase kjo të ndikonte në përmirësimin e financave të pensionistëve. Po në këtë mënyrë, me këtë program, e cila nuk të çon as gjikundi përveç se varfërimit dhe deri në mjerim të pensionistëve, të cilët me shpresë prisnin që qeveria të bënte diçka në lidhje me indeksimin e pensioneve, gjë që nuk u pa dhe nuk u realizua një gjë e tillë të paktën këtë vit. Por shihet edhe në perspektivë, nuk u ka asnjë objekt, qeveria për të realizuar pikërisht interesat e qytetarëve në pension. Zoti Hoxha, por a është e mundur që qeveria të kishte menduar ndryshe, për shembull, sepse nuk është i barabartë, vërtet indeksimi çmimet mund të jenë rritur 2.5% sipas statit, po kjo shifër nuk është e barabartë si për një që merr 110.000 lekë pension, si për një që e ka 500 apo pagën 1.000 euro, pra të ishte me shkallë. Atëre ka shumë rrugë për të bërë atë shpërndarjen e menduar për rritjen
e pensioneve. Mund të ishte një mënyrë tjetër që pensionet më të ulta të rriteshin me ritëm më të lartë, se sa pensionet janë më të larta, të themi në nivelin e 400-500 euro dhe lartë. Por, vetë skema e sigurimeve shoqërore është ndërtuar mbi bazën e kontributeve. Dhe çdo kush mund të thoshte, unë kam kontribuar më shumë dhe pres që të marr një indeksim një lloj me pensionistët e tjerë, pavarësisht nëse kanë pensionet e vogla apo të mesme. Kjo e bën një çik të vështirë për të shprehur nga qytetarët, sepse për të nxjerrë konkluzione në lidhje me mënyrën e shpërndarjes, do të ishte mirë që të njihej skema nga ata që shprehen për këtë. Dhe skema duhet ruajtur në kuptimin sa ajo është në funksion. Nëse mendohet që kjo skemë nuk i përgjigjet atyre pritshmërive të qytetarëve, ka ardhur koha që të ndryshojë, duke patur edhe alternativa të tjera, sepse me indeksimin e pensioneve në përqindje të kaq të vogla, qoftë për pensionet e vogla, qoftë për pensionet e larta, nuk të çon asgjë kundi kjo skemë. Ajo në këtë rast nuk funksionon si në harmoni me faktorët e tjerë që ndikojnë në masën e pensioneve, siç janë dështimi të ardhurave, rritja e numrit të atyre që kontribojnë, në mënyrë që të ketë mundësi për të rishpërndarë në një periudhë të tjerë sipas kontributit të brezave, që i thonë, domethënë kanë kontribuar të tjerët të përfitojnë sot një pjesë e popullsisë, ashtu sikurse ata që kontribojnë sot do të jenë përfitues në një periudhë tjetër. Megjithatë, në konceptin tim, qeveria duhet mendonte për një paketë emergjente, sepse të jetosh me 100 euro dhe me pension mesatar 200 euro, siç pretendohet nga qeveria për të ardhmen, nuk plotson asnjë lloj standardi të rekomanduar nga Këshilli i Evropës dhe partnerët tonë ndërkombëtar. Kështu që qeveria ka të vetmën mundësi që me të ardhurën kombëtare të bëjë rishpërndarjen në mënyrë të tillë që të plotësojë një pjesë të nevojave të qytetarëve që s'kan mundësi që të ecin vetë. Pjesa tjetër pastaj që plotësojnë ato nevojat me ato të ardhurat e tyre nuk është problem pastaj, se edhe qeveria në fakt për këto zgjidhet që të përballojë të gjitha nevojat e qytetarëve, për të mos i lënë qytetarët në mjerim, pra të ndihmojë më shumë qytetarët që kanë të ardhura më të pakta dhe në këtë mënyrë ajo të zbutur varfërinë. Mundësirat janë nga më të ndryshme. Nëse nuk bën dot indeksimin e pensioneve me atë përqindje që duhet ta bëj, ajo ka mundësia të tjera që për ta shkallëzuar këtë skemën e sigurimeve shoqërore, të ndara në kategori sipas nivelit që ata sot përfitojnë, duke i mbështetur me bonuse të përhershme, jo me bonuse një në fund të vitit për të gëzuar vetëm vitin e ri. Po të themi për shembull, të jetë pjesë e pensionit, një bonus i përhershëm të themi me 50 euro në muaj për secilin nga këta që e kanë nivelin e shumë të ulët, që kanë në 100 euro, të mbështes qytetarë të tjerë sipas atyre grupimeve me pensione mesatare, siç thonë 190 euro, duke dhënë nga 30-40 euro dhe duke dhënë edhe nivel tjetër pastaj deri në atë nivel që është paga minimale mbi të cilët llogaritet kontribut. Pastaj pjesa tjetër që është mbi 400 euro, për mendimin tim, duke argumentuar
që sot ai që punon merr 400 euro, edhe një pensionist nuk ka më nevojë pastaj për atë stres të shoqërisë që mbi 400 euro të jap subvencion. Pra të mbështes këtë pjesë të shoqërisë që ka të ardhura të pakta. Vetëm kështu realizohet për këto masat emergjente që mund të shpallë qeveria për të plotësuar nevojat e qytetarëve, ndërkohë duhet të marrë masat për një plan afatgjatë, pra duhet të futë skemën atë kolonën 2, e cila funksionon në shumë vende të botës, që të jetë si një alternativë për qytetarët që duhet sigurohen për të ardhmen, sepse ato vërtet mund të futen në një moment të përshtatshëm pasi të jetë krijuar edhe mbrojtja e atyre që do të merren me sigurimet e kësaj kolonës së dytë, të filloj të funksionojë dhe efektet e vet ajo jep pas 10 vjetëve, nuk i jep tani. Prandaj them që duhet të ketë një objektiv emergjent për të nxjerrë këta qytetarë, për t'i mbështetur, për të jetuar disi më mirë, se edhe me ato që thash unë, nuk mundet që me të ardhura kaq të vogla qytetarët të dalin nga mjerimi, pra do të jetojnë përsëri në varfëri, po të mos jetë kaq e thelluar. Zotë Hoxha, tek buxheti, tek të dhënat nga buxheti që ju shikoni dhe dispononi, ka pritshmëri për një pension të 13 qysh këtë vit? Pra, shenjat i dha qeveria, që nuk ka asnjë plan tjetër për të bërë bonuse të këtilla me një, si thua, me një bonus të barabartë me një pension mujor. Pensioni mujor, për ta ditur qytetarët, vërtetet rreth 180 milion euro. Kaq është buxheti i shtetit për një muaj për pensionistët. Dhe duke parë këtë shifër, qeveria mund ta realizojë edhe më shumë se kaq, por për të futur në ligj dhe të jetë i detyrueshëm për çdo vit pastaj ajo bonusi me një pension të 13, duhet të jetë e kujdesshme sepse futja është detyrim ligjor pastaj, kështu që nuk mund të luhet me qytetarët për të bërë pikërisht këtë manovër. Sigurisht, unë jam i bindur që në fillim të muajit nëntor, qeveria do të shpallë edhe atë bonusin e vitit të ri. Kemi dhe zgjedhje tani në nëntor, kështu që do të është jep një shans qeverisë për të abuzuar në këtë rast me gjithë popullatën dhe për të ndikuar në zgjedhjet. Kjo s'është e drejtë. Unë do ta kisha të besuar qeverinë vetëm në ato raste kur ajo të shprehej sot, të shprehej për minimumin jetik, gjë që se ka nxjerrë dhe nuk ka ndërmend ta nxjerrë, sepse pa nxjerrë minimumin jetik nuk mund të bëj politika sociale një qeveri e çdo vendi që të jetë. Ne ndoshta jemi nga vendet e pakta në Europë, në ato vende që ne ku duam të aderojmë, që të futemi, që nuk kemi minimumin etik. Shumë vendet nga Europa e Bashkuar, ku ne duam të futemi, ka pikërisht e zbaton minimumin etik, duke krijuar mundësi që shtresat që janë më të pambrojtura, që janë me të ardhura të pakta, ju jep mundësinë për të dhënë qoftë me bonuse, qoftë duke dhënë ato, si thua, faturat për të marrë produkte ushqimore dhe të tjera të ngjashme me këto, në mënyrë që të zbut pikërisht atë që s'ka mundësi t'ja jap në lek, ja jep në mallra dhe në shërbime falës. Siç është për shembull futja e transportit urban në disa qytete të Shqipërisë,
që ka filluar të zbatohet për pensionistët, po jo për të gjitha qytetet, atje ku ka transport publik, ashtu do të ketë mundësi të futur barnat, që janë pesha më e madhe e shpenzimeve për pensionistët, t'i futur falas, por jo vetëm në çmim, po edhe në cilësi, në mënyrë që të ketë mundësi qytetarit të heqë nga vetja e tij dhe të një pjesë të pensionit të vogël ta përdor pastaj jo për medikamente, po ta përdor për produktet e nevojshme të jetesës, në mënyrë që ta ndjej veten disi më të pranueshëm në shoqëri, të mos e ketë veten si të lënë pas dore nga të gjithë krahët, qoftë politik, qoftë edhe ato shoqëror. Zoti Hoxha, ju lutem, më thoni edhe diçka, se ju më thatë në fillim që indeksimi më i vogël shkonte 9 lekë. Po indeksimi më i madh, pra pensioni më i madh që merr indeksimin më të lartë, kush është? Kush e përfiton? Dhe sa është? Këta e përfitojnë njerëz që kanë ushtruar funksione kushtetuese, që kanë votuar për veten e tyre që të kenë pensione të larta. Unë nuk po i përmend me emra sepse nuk ka kuptim. Presidenti, kryeministri, deputetët. Nuk janë disa, por ato që marrin pensione më të larta, që kanë mbi 2.000 euro, pra llogarit janë të bera. Ata do të marrin një që merr 2.000 euro, do të marrë një 50 euro, do ta marrë si shpërblim në këtë mes, kur me 2.000 euro ai si thua përballon nevojat e tij dhe 50 euro as si ka ato 50 euro, si nuk i ka, nuk i zgjidhin punën, as i prishin punën. Nëse do t'i kishin ato shtresat e tjera në nevojë që folëm deri tani, do t'i shërbenin. Pra, edhe në ndarjen e bonuseve, po edhe të indeksimeve, janë ndikur praktike nga vitet 1993, kur ka hyrë në fuqi ligji 7703, që kanë qenë të shkallëzuara, domethënë pensionet më të ulta rriteshin me ritme më të larta, sesa pensionet më të larta kishin një koeficient më të ulët të pensionet e larta, në mënyrë që të mos ndihe ajo diferenca midis pensionit më të vogël dhe pensionit më të madh. Duhet të them, për ata që na ndjekin dhe janë të interesuar, që pensioni më i ulët me pensionin më të lartë në vitet 93 ka qenë 1/2. Para 7 vjetëve ka qenë 1/4 dhe sot pensioni më i ulët me pensionin më të lartë e kalon shifrën 1/10. Unë duhet të theksoj që personat veçantë marrin sa çmerr një katund. Po themi që ata që marrin pension mbi 3.000 euro, do ketë pensione edhe mbi 4.200 euro në të ardhmen pas 3 viteve, do të kenë një pension të barabartë me 32-33 pensionistë që kanë pensionin e ulët. Kjo është e papranueshme që në një shoqëri të tillë, ku pjesën më të madhe të kontributeve këta qytetarë e kanë bërë një lloj si qytetarët e tjerë, ajo që periudhë para 93-shit, dhe të marrë një pension të diferencuar në kushtet ekstreme, po themi, sa një katund me një deputet ose një ish zëvendës kryeministër që sot ka dalë në pension, sepse i është ndërprer mandati i deputetit, duke qenë disa legjislacione, si deputet do të marrë mbi 3 milion lek. Kështu që edhe ligjvendësi, nëse do të ndryshojnë atë skemën e sigurimeve shoqërore, duhet të kenë parasysh që faktorë të ndryshëm që ndikojnë negativisht dhe
edhe ligjërisht, po edhe negativisht në masën e pensionit dhe në diferencime të skajshme të këtij lloji, duhet të kenë në qendër vëmendjes për të eliminuar këta faktorë në skemën e re të sigurimeve shoqërore që do t'i përkas brezave që do të vinë. Zoti Hoxha, unë të falenderoj shumë për bisedën dhe për gjitha shpjegimet. Faleminderit dhe juve.